Përshëndetje miq, mbram kam aqenuar një informacion për një koment sot që ka të bëjë me atë që quhet post zjarret që kanë rënë në disa fshatra, në disa pyje, dhe kryesisht jam ndaluar pak edhe në Ten. Në Ten sepse në Ten është edhe një kronik që flet për post zjarrin. Aty sillet në realitet çfarë ka ndodhur te breshtat, te banesat, te kopshnajet, te pyjet, te gjithçka tjetër. Kam thënë diçka paremëruese. Duke qenë se zjarret tashmë krijuan edhe një gjë tjetër, një shok psikologjik. Një shok psikologjik të jashtëzakonshëm. Mua më ka rënë që të bisedoj me banorë që kanë qenë të rrethuar nga zjarret, madje kanë pas në rrezik edhe jetën për të djeg brenda së bashku me banesën, por mbi gjitha kam parë të shok psikologjik në zërin e tyre të dridhur, se çfarë po ngjise me të gjithë punën e bërë prej vitesh, prej dekadash, mbase prej shekujsh. Sepse të ndërtosh një kull atje në majë të marit nuk është një histori as një vjeçare, as 6 mujore, as 1 mujore. Është një histori që vjen nga shekujt, dhe nga shekujt të zhbëhet për një zjarr, kjo është një tragjedi e jashtëzakonshme. Ju do të ndiqni kronikën dhe pastaj të them edhe ca fjalë tjera dhe ca mendime që un kam se çfarë do të ngjasë pas zjarreve. Po marrë Mirditën, por edhe zonat tjera. Por me që un jam këtu në Mirditë, po marr Mirditën. Çfarë do ndodh? Zonat e përzhitura nga flakët, por edhe me tjerë që i kanë pyet afër. Ndiqni pak kronikën për të sjellë realitetin e pas zjarreve në Ten. Një ditë pas zjarrit të fuqishëm që përfshiu fshatin Ten të Mirditës, ajo që ka mbetur pas është një peizazh i shkrumbuar. Brenda pak minutash, flakët përpin pemë, vreshta, bagti dhe shpend, duke kthyer në hi një pjesë të pasurisë së banorëve. Për fat të mirë, banesat nuk u prekën nga flakët dhe nuk pati humbje njerëzore. Banorët, të cilët ishin evakuuar gjatë përhapjes së zjarrit, janë rikthyer në shtëpitë e tyre. Por kthimi nuk ka sjellë qetësi. Përkundrazi, përballë tyre është një fshat që nuk ngjan më me ato që lan pas. Kudo që hedh syt, shihen gjurmët e zjarrit. Vreshta të tëra janë shkrumbuar, ndërsa pemët frutore që ishin në pikun e sezonit tashmë janë kthyer në trungje të zinj. Arra, kumbulla, fiq dhe pemë të tjera frutore, shumë prej të cilave ishin gati për t'u vjel, janë djegur. Bashkë me to janë shkatruar edhe kafshë shpend që banorët i mbanin prej vitesh. Për shumë familje, këto nuk ishin thjesht pemë apo vreshta, ishin mundi një jete, të ardhura dhe një pasuri e krijuar ndër vite. Tani, pas flakëve, ka mbetur vetëm hiri. Zjarri nuk ka dëmtuar vetëm tokat bujqësore. Flakët kanë shkatruar edhe linjat e furnizimit me energji elektrike. Shtyllat janë djegur, ndërsa disa tuba uji janë shkrir nga temperaturat e larta. Banorët sot janë kthyer në shtëpitë e tyre, por përballen me një tjetër problem. Nuk kanë energji elektrike dhe nuk kanë ujë. Sipas banorëve, një ditë pas zjarrit, nuk ishte ende punonjës të OSHE-s në zonë për të nisur punën për rikthimin e energjisë elektrike. Edhe furnizimi me ujë mbetet një problem i pasgjidhur. Banorët tregojnë se në momentet e para të zjarrit pati një mobilizim të madh të strukturave shtetërore dhe emergjencave për të frenuar flakët dhe për të evakuuar banorët. Por një ditë më pas, kur flakët janë shuar dhe nevojitet evidentimi i dëmeve, situata duket ndryshe. Në fshat, sipas banorëve, nuk ishte struktura që të evidentonin dëmet e shkaktuara nga zjarri dhe të nisnin vlerësimin e nevojave të familjeve të prekura. Dhe ndërsa banorët përpiqen të kuptojnë se çfarë u ka mbetur, aroma e tymit vazhdon të ndihet në çdo cep. Zjarri mund të jetë shuar, por pasojat e tij sapo kanë nisur të duken. Një vresht nuk rikthehet brenda një sezoni. Një pemë frutore që është rritur për vite, kërkon sërish vite për t'u bërë produktive. Kafshët dhe shpendët e djegur nuk zëvendësohen thjesht me një investim të ri. Për banorët e Tenës, humbja nuk matet vetëm në hektar tokë të djegur. Ajo matet me vite pune, kursime dhe një jetë të tërë të investuar në atë që sot është kthyer në hi. Sot ata janë kthyer në shtëpitë e tyre,
por shpresat duket se janë djegur bashkë me tokën. Mbi tokat e zeza dhe vreshtat e shkrumbuara ka mbetur vetëm një pyetje: si do të nisin sërish nga e para? Sepse pas çdo zjarri mbetet hiri, por në ten, bashkë me hirin, duket se është kthyer në hi edhe një pjesë e madhe e mundit të një jete. Mbase të pamje nuk kanë nevojë për shumë komendet janë të tepërta, por vetëm ata që e përjetojnë atje, madje edhe strukturat që po punojnë, se në fundit kanë arritë të izolojnë flagët dhe është një kontribut i jashtëzakonshëm për të shpëtuar shumë gjëra atje, por mbi gjitha për të dhënë sadapak shpresë për zonat e tjera që mund të ndërhyhet, dhe për të mos iu dhënë shpresë zjarrvënëse, tyre vrastarve, të jetëve njerëzore, të pasurisë njerëzore me radhë, të gjithë këtij shoku psikologjik që u është krijuar banorëve. Por desha të them se çfarë do ndodhe. Unë pikërisht në atë fshat kam pa punë të mrekullueshme në ten. Kam qenë tek vreshta e Prengës atje sipër, kam qenë tek shtëpia e Dodës, kam qenë tek shtëpia të tjera. Kam kaluar, kam pa edhe krojnat aty, kam pa ujë që vinte, kam pa mbjelljet e pemëve të shumta pa fund. Pse jo, i kam provuar shijet e tyre në një natyrë magjepse. Edhe pse në një nga familjet që unë kam qenë aty, edhe pse dy fëmijët e tyre të talentuar, që ne i pikasëm atje edhe për muzikën, dhe janë të shkëlqyer, po ashtu edhe zonja shtëpisë, edhe i zoti i shtëpisë, domethënë që kanë arrit me bën një mozaik të shkëlqyer, domethënë në fshat, duke marrë kullën aty, duke marrë shtëpiat, duke marrë pronat, duke marrë oborret, duke marrë kopshnajet, duke i mbjell aty, duke marrë pyjet, duke kujdes për to, duke kujdes edhe për shtigjet, edhe për krojnit që janë aty, dhe për historinë e krojnave që janë aty, dhe për histori tjera që janë trashëgimore në atë vend. E unë kam lexuar pikërisht pas kësaj në fjalën e tyre, në zërin e tyre të dridhur, jam munduar të lexoj mirë shokun psikologjik kësaj kohe, por atë çfarë ngjet, çfarë do bëjnë? Nuk pranuan, edhe pse kishin mundësi me qenë në qytet për të jetuar në qytet, ta njerëz nuk pranuan, dhe thjesht donin një rrugë pak më të stabilizuar që shpesh herë është ndërhyrë me gjëra të vogla dhe gjithsesi ishin të kënaqur me jetën atje. Edhe pse punën ta zonë kishin qytet ose shkollimin e me radhë, por ama atë vend nuk donin ta lëshonin kurrë. Po ashtu edhe më sipër, në gjithë vendin që është aty, që ka shumë shtëpia që janë dhe jetonin shumë mirë, domethënë, me pasuritë që jep pylli, jep fshati, jep mjedisi aty, ekoturizik, natyra, oksigjeni, gjithçka me radhë. Dhe shkosh tani ta gjesh të përzhitur, dhe imagjinoje njerëz që gdhiheshin në mëngjes me cicerimat e zogje, me blegërimat e baktive, me rritjen e filizërisë dhe me oksigjenin e pamat që vinte nga fladi i atyre maleve. Imagjino tani të shkosh e çfarë gjesh. Pa të qosh në mëngjes, çfarë do shohësh aty? Do shohësh thjesht një vend të përzhitur, të masakruar nga zjarret. Kjo situatë edhe në zona të tjera, çfarë do sjell? Më vjen shumë keq ta them, por e nuhas. Dhe unë realisht i kam patur nuhatjet shpeshherë për mirditën, për largimin e banorëve. Dhe ky është trishtimi i madh, sepse kur largohen banorët e maleve, nuk ka kuptim më as Mirdita, nuk ka kuptim më as Shqipëria. Ne kemi bërë thirrje shpeshherë dhe kemi bërë promocione bashku me miq, me gazetar, me njerëz, me intelektual, me studiues e tjerë, kemi bërë thirrje për të ribanuar fshatrat, për të ribanuar malet, sepse janë pasuri të jashtëzakonshme. Po tani çfarë thirrje mund t'ju bësh? Që shkonin vendet e djegura, po kjo është një frikë ciklike, sepse nuk është çështja thjesht tyre që u ka ndodhur, por mendon se cili tashmë në çdo vend që është afër pyjeve dhe mbase shkon deri në atë klithm për të mallkuar pyjet që e rrethojnë, sepse thot përmes pyjeve më vjen flaka edhe te shtëpia. Por edhe sikur të mos digjet shtëpia. Çfarë kuptimi ka më një shtëpi në një vend ku toka është e djegur? S'ka asnjë lloj kuptimi. Shtëpitë atje kanë kuptim pikërisht përmes pyjeve, përmes bukurive natyrore me radhë. Përndryshe, thjesht do mendojnë pallatet, gjithë do mendojnë pallatet. Do mendojnë në Rrashenin, po të paktën të ndalesh në Rrashen, okay, do të ishte gjë e mirë. Të paktën nuk hikin drejt banorë, por do mendojnë shumë më larg. E kam dëgjuar të artikuluar nga shumë prej tyre,
ndaj zjarret e rëna janë një rrezik i madh për banorët. Sa banor do të ketë Mirdita? Është zbrazur frikshëm Mirdita, por zjarret do t'i zbrazin më frikshëm. Unë ditë tëmë dhe disa duguri sociale e kanë zbrasur dhe zbrazin një vend saktuar. Duguri sociale. Zënka, grindje, vrasje, etj. Me radhë. Por, një duguri e tillë si janë duguritë natyrore, to e shbojnë akoma edhe më keq. Ndaj, ky është trishtimi i madh, ndaj për këtë, realisht, vazhdoj ta them, njerëzit nuk duhet të hezitojnë që të denonconin zjarrvënësit, por megjithatë edhe policia edhe gjithë organet e ligjzbatimit në këtë vend nuk du ta kundrojnë thjesht me kapjen e 1 apo 2 apo 3 personave me radhë, thjesht si një qëllim vetvete institucionale për të raportuar disa shifra. Jo, është një detyrë e madhe patriotike, sepse një punë e mirë që bëhet edhe nga organet e ligjzbatimit, pra edhe nga policia dhe forcat e tjera, kjo do të thotë që është një mirë për këtë vend këtu, për Mirditën, për rrugën e demografisë së Mirditës, që kjo të mos zhbëhet në këtë farë feje, siç po ngjet dhe për fat keq siç edhe e nuhas.